Kënaqësi. Është kënaqësi që të rikthehemi pas disa muajve në media për të dhënë intervistë dhe për t'i tregu juve, dëgjuesit juve, rreth aktiviteteve tona që do t'i zhvillojmë nga kjo javë e kështu me radhë. Është hera e parë, që po merr në intervistë. Sot e ki special. Mos e ki ditën sot, I përgatit nga majta në të djathtë, Zëvënon në karon domas. Tash na bashku. Durimi orë special për Tash na mësë. bashku. Normal. Me shef kom thon, atë kësa po vjen Ardina, po vinë në mision se zakonisht nuk jam këtu. Arden kallzom mas pari çish je, edhe pse e orë me dres Juventusit o vlla. Me një mas asoj humbje. Jo marr me dres pas ka upa lidhës. Jo ka marr kapituin ti. Jo, se kapituin ti se s'ka. Po. Pikti Ramadan ka gjithë se ka marr vesh. Interi kam Po. Jo, me të kallëzun drejt jam fan i Juventusit, po nuk është se jam fan i madh, po që jersey kanë shumë cool. Po, shumë. Edhe kam qef shumë me kombinu me gjona interesante, me parti, me gjona, po. Është më shumë punë stili. Jo, po. Normal. Me parti me gjëra. Normal. Kur janë të parti? Aha, kur janë të parti, Janë për ardhur. du me vetë, po du me Hajde, vetë next level pa. vete. Atë zgjolë me njerë të parti. Mirë e ki. Po zgjolë me njerë të Mirë parti e se anive mas parin fillim të emisionit na e qeli një farë rrugë që me mujt me bë pyetje më shumë. Sa kjo do të jetë vetëm e para, të cilat do të vinë në muaj. Sa mund nxe. Në javët dhe muajt në vazhdim. Let's go. Kjo është nxemje. Okej. Është fjala për next level që po pritet me i bë 20 vjet Arden, a? Po next level këtë vit kam shënu 20 vjetorin e themelimit të saj, ku si sot e mbajnë mend, më thonë pa ta bëu eventin e parë në Spray Club në 6 shtator viti 2006. Në shtator do festojmë 20 vjetorin, por normalisht për këtë do flasim më vonë. Kur të vjen koha. Po kur vjen koha, sot kam marrë me fol për një event goxha interesant, ku pas disa muajve po shem, domethënë pas viti 3, Ramazanit, Iranit, presidentit, kryeministit. U lidh shumë Ramazan Iran. Pas ke ishto, Na ka rënë një farë pushimi goxha i gjatë, një farë dimri goxha i gjatë ka qenë, edhe që nga 8 maj deri me në shtator, ka mesi shtatorit, do fillojmë një seri të eventeve me organizata dhe me bashkëpunëtorë ndryshëm, për të sjellë publikut dhe rinisë tonë artista të ndryshëm ndërkombëtar të muzikës anglisht. Muzikë qytetare elektronike. Muzikë qytetare vjetër. Elektronike. E vjetër. Arden, sa evente kanë me kon, a e den për afërsisht, të den shtator apo kanë me qenë valla mbi 10-12 aktivitete të ndryshme. 10 aktivitete. Wow. Do të pas. Kështu përfshirë, kështu të aranzhime për tjerë, festivale. Okej. PR, kështu më thonë deri në shtator, po me 8 maj fillojna me eventin e parë, që është bashkëpunim me Mimin apo Sound Vision Me Music. Kë po thot Me Music, më pitha më mirë me këtë Sound Vision që ka pasur po. Po, Sound Vision. Mimi ka po për para evente, ka po Sound Vision, edhe pitha me maj ato se më pishkan. Me Music DJ nuk pe për shtatë. Po kësa po dhe Sound Vision pishkan, domethënë që kjo është propozim publik. Bravo. Për Mimin, a? Bravo. E ka zonë cash Mimin. It's approved. Jo, nuk ka kanë zonë. Jo, cash ta pas kanë zonë, po mirë pas kanë zonë. Jo, ta pas kanë zonë. It's approved. Prezantojmë një koncept të eventeve form, e cila ka për qëllim për të prezantu artistat të ndryshëm të muzikës minimal house, deep tech house e kështu me radhë. Këtë radhë kemi pas fat me nxonë në tur Mihaj Popoviću, për gjithë ata që e din, Mihaj Popoviću është një veteran i muzikës elektronike nga Rumunia, i cili për herë të parë vjen në Prishtinë. Me sa e di përpara që janë mënuar me sjell, por diçka nuk ka ndodhur. Nëse kësaj radhe me 8 maj e kena për herë të parë Mihaj Popoviću, për gjithë ata të cilët nuk e dinë Mihaj Popoviću është s'po di me shqiptu po tukën. Popoviću është Po romantik kanë problem. S'është joni, s'e joni. Mos tani ciu i ka 3 shënall dhe fundit nuk është që mos Në vetë kreshën për shqiptoj. Ciu a dim prekarje. Piromanis. Po është një veteran i muzikës minimal house, deep house. Shumë gjenerata të vjetra e kanë ngu, gjithashtu edhe gjenerata të reja. Edhe na kena qef mi bu bashkë të gjenerata të reja dhe gjenerata të vjetra, për cilë një artist shumë të mirë, me 8 maj, në AMC Hall, duke filluar nga ora 23.
vjen për informim për Viciu, edhe kena Viciu, si shpo. Edhe po, edhe line-up është Laba Resha, një femën shumë e talentume e re, e cila goxha mirë është të shumë muzikë. Po, të cilën edhe e kemi prezantuar para 2 javë në Urban FM, ka pas në modë të Urban Sessions në radio. Po, më sa di ka punu për para në Urban FM. Session, po edhe ka kalu një kohë në Urban FM, para se para se fillimet e soja. Në fillimet e saj, po e ka pasur një prezantim shumë të mirë. Është goxha talentuar, edhe ajo ko me hap natën me 8 maj. Kemi gjithashtu një mysafir nga Shkupi, cili të kemi shok, edhe i cili e përkrahon skenën tonë edhe i përkrah artistat tonë, duke i sjell në Shkup në për evente lokale të ndryshme. Edhe e kena Mimin në fund, si DJ që kam mbyll natën. Në fund gjithë ky program do fillon nga ora 23 deri në ora 7 mëngjesit. Okej, domethënë deri në ora 7:00 përfundon. 7:00 përfundon. E gjitha kjo në bashkëpunim me policinë e komunës Obilisit, e cila kam asistuar në rast se ndonjë incidenti ose normal. Që mos tutën që kam or policia aty me nejt. Është thjesht janë të njoftuar rreth eventit që rast se që ndodh ndonjë çabudio në. Ra larg qoftë, po janë të njoftuar, domethënë është eventi është institucionalizuar, jo, nuk vin. Edhe vlen të theksohet, s'ka më marrë në sallën e madhe, po kam marrë në sallën e vogël Stage 2, e cila është shumë e mirë dhe kompakte për 500 deri 700 veta. Edhe kena me dizajnuar një skenë të vogël simpatike edhe një zërim masiv. Edhe muzika ka me qenë e tillë, edhe po besoj çaq njerëz janë aty pritet edhe më art. Edhe salla është çaq për çka ka njerëz, kena dashur me bën sallën e madhe se normal. Kena dashur një sallë më të vogël, më kompakte. Edhe kështu. Kallzom deri tash prej shitjes biletave, kom pa që shitjet e biletave janë online, gjithashtu biletat mundën me i bë edhe në Rave Travel. Biletat janë online. Biletat janë online, kallzom prej shitjes biletave deri tash apo duket e fryrshme si pjesëmarrje e qytetarëve ose apo duket që ka me pas një numër të qytetarëve të mirë, të cilët kanë marrë me u kënaq. Biletat online janë të shku goxha mirë, po gjithmonë e luajnë momentin e fundit. Bileta është dhe vetëm 10 euro, nuk është as më lira as më shpejt. Do të ndryshon të dera ndryshon. Të ndryshon është 15. Okej, kështu. E gjitha kjo që mi shtimi ble online edhe me ble ma lira. Edhe më janë nis njerëzit pak më kulturu, e ble bileta pas me lyve që pa pare. Po. Dhe normalisht pa pare. Po. A ka bileta për mua? Jo, për pas që e lypin për vete, kanë qef edhe kushirini se djali tezës. Nuk mujnë marrë. Po, çfarë? Ma më punë ardhen të mos nash. Jo, ka pak bileta po pare japin apo. Ka pak se kena kthyer për ka pak. Po bileta është 10, nuk është shtrajt, është tamam. Pjet kanë me 100 lirë. Zërim ka me post mirë, muzikë ka me post mirë. Kur e përmend më herët stage-in, tha që ka me qenë një stage i bukur. Po i bukur ka me qenë. A keni punuar? Po e kena qenë një dizajn, edhe vetë koncepti i formës është që stage designet me qenë të veçanta, unike, të ndryshme, që njerëzit me përjetojnë një eksperiencë edhe me visuals, edhe muzikë, edhe me drita, thonë mos marrë veç me ngu muzikë, po me përjetojnë një eksperiencë me leda, come pas artist i cili kom përkujdes vetëm për visuals. Edhe po, edhe për stage jena përkujdes që me kuru mirë. A ka me pas VIP, se zakonisht po ka me pas, po që është një VIP kena me pas, që është një backstage, që është me të shankerica. Që po pushoj pagurisht do jeva. Arden, zbulona prej formës, kur vjen eventi radhës? Eventi radhës, mas ti ka me pas në qershor, ka me pas korek, ka me pas në gosht, ka me pas shator. Janë në kuadrë të formës? Jo, në kuadrë formës janë një 2, po ka me pas të me bashkëpunëtor tjerë. Edhe ne, do me thonë se Next Level ka me pa disa vetë, ka me qenë edhe street party, që kësaj radhe po mendoj me bënë në korek. Me bëtë shtunë, edhe në korek i ka hije. Po, korek po, se në shtator, pak ftofte edhe njerëzit po lodhen nga aktivitetet e shumta nga festivalit.
thonë si vjet që ka evente, domethënë nuk i dia ka pas në arë më shumë. A je vazhdosh me diskutu me ty që pjesën që tu, çka po mendon për aktivitetet që po zhvillohen në kryeqytet? A ka mjaftueshëm aktivitete të ndryshme, a ka mjaftueshëm DJ-a që po vinë, a ka mjaftueshëm aktivitete për qytetarët e Prishtinës që me pas Verës ka shumë. Jo veç s'po foli veç për Verës, po foli për Verës, Dimrit nuk ka. Na jetojmë krejt kohën këto. Dimrit nuk ka, edhe një prej pengesave kryesore që unë mendoj që nuk ka aktivitete është mungesa e infrastrukturës, mungesa e sallave, mungesa e sallave që kanë infrastrukturë, që kanë nxemje, që kanë akustike, kështu me radhë. Mendoj që po të kesh salla, për shembull, më bëjt çdo javë evente jazzit, muzikës klasike, edhe pse po mban në kushtet merrsisht të këqija. Po të kishte infrastrukturë dhe salla adekuate, mendoj që do të kishte po kish me pas do ketë domethënë edhe më shumë aktivitete, po mungesa edhe na jemi detyruar me dal. Na më shumë çeve kishim bërë dikon qytet, që njerëzit mos pas nevojë me udhëtu deri te Omacalti Mazgit, po edhe Omacalli ka infrastrukturë shumë. Omacalli ka një infrastrukturë super fantastike, edhe po është biznes privat, po mendoj që komuna edhe qeveria do të urgjent bëni sold vogël gjatë për neve, po një çatë 5-6 veta më shumë. Dojna më shumë na, çaj. Po një salli që la mundet më konstruktu për kapacitete ndryshme. Mendoj që kjo është pengesa kryesore. Për kraja, nuk është ka për kraja, ka vullnet edhe nga komuna, nga Ministria e Kulturës, sidomos edhe nga bizneset, të cilët ligjin e sponsorizimit janë të shfrytzuar kogja mirë, edhe shumë mirë që po ky ligj, edhe na ka edhe neve rrugt që më na lehtësu pak subvencionimi i projekteve kështu me radhë. Arden, faleminderit shumë për kohën që e ke gjetë, kënaqësimet pas në Urban FM, kënaqësi me diskutu me ty, po shpresojmë që të premten me kohën gjithçka në rregull dhe po besojmë edhe ne, faleminderit shumë juve për përkrajen dhe faleminderit shumë që po bëni punë të mrekullueshme për ta pasuruar jetën urbane, si në muzikë, si në lifestyle, si në kulturë. Faleminderit shumë, shihemi të premten. Faleminderit. Kështu që para të premtës po ju nxjerrna pak vjen miaj ciu me To the People.